një ecuri cila do të mbahet mend deri në momentin që thyet nga një tjetër, ose ndoshta edhe vetë nga vetvetjat e thyet. Cocule, çfarë do të thotë për ju ky sezon kaq i suksesshëm? Po, filloi si një ëndër edhe në pas u bë histori. Realisht, duke analizuar dhe duke u kthyer të analizojmë gjithë ecurinë tonë, ka qenë një ecuri fantastike, një ecuri cila do të mbahet mend deri në momentin që thyet nga një tjetër, ose ndoshta edhe vetë nga vetvetjat e thyet. Por e rëndësishme është në bazë mbarimit të gjithë këtij kompeticioni, ne kemi fituar dhe kemi mësuar. Do me thonë, humbje në asnjë mënyrë, kemi mësuar shumë gjëra të tjera, të cilat ne do të mundohemi në vazhdimsi që të arrisim veten, të arrisim grupin, të arrisim klubin, në çdo aspekt, do me thonë të rritemi në aspektin profesional. A ka qenë kjo objektivi kryesor i shkëndijësit e Tovës, apo ndoshta keni kaluar dhe pritshmëritë që keni pasur? Me thonë drejtën, si objektiv kemi pas futje në grupe, për arsye të shpalljes të titullit kampion, dhe kemë më lehtë sepse luan në Champions League dhe pastaj kemë më lehtë inkuadrimin në njërin nga kompeticionet, në faktikisht grupet kompeticioneve evropiane. Gjë që u arrit, kemi qenë koshient, por kemi qëndruar gjithmonë me këmbë tokë, kemi qenë shumë modest në çdo deklarim, kemi qenë të kujdesshëm, por thjesht kemi punuar brenda si grup, dhe qofse ka një diçka si qelë si suksesit, është mënyra e funksionimit brenda grupit. Unë si pjesë e asaj, normalisht si vendimmarrës që jam drejtorin sportiv, kam pas fatin që kemi një grup shumë të mirë njerëzish punëtorë që kemi brenda në klub, gjë që më ka ndihmuar shumë mua, më ka ndihmuar klubin dhe gjithë. Dhe prandaj them që është si një tërësi, të cilët kanë punuar secili në pozita dhe pozicionin e tyre, dhe nëpërmjet kësaj televizionit u shpreh falënderim gjithë punëtorëve pa diskutim, nga ekonomi i klubit deri te do me thonë kryetari i klubit. Faleminderit për gjithçka. Bostiani i bonus ato si drejtor. I kanë marrë ata gjithë, i kanë marrë ata leci, edhe aty s'kan qenë gjë që Po, babaj. Vesh ti përfundon falënderimet. Falënderimet, thash, pritej pari deri fundit. Ka funksionuar ai mozaiku shumë i mirë, ka funksionuar hallkat e klubit, të cilët kanë qenë qoftë në aspektin organizativ, nga ana e mediave, gjithçka që kemi, stafi mjekësor, futbollistët, ekipi, udhëheqësia, çdo punëtor në administratë i cili është marrë pavarësisht është marrë me akomodimin, me gjithçka nga ana e klubit për lojtarin,